Pas lajmit të transmetuar në media për rrugën e fshatit që lidh zonën e Matit me rrugën e Arbrit, ka ndërhyrë kompania Gjoka Konstruksion për riparimin e saj, që prej ditës së diel kompania po punon për ndërtimin e një muri në anën e poshtme të pjesës ku rrezikon të shembet e gjithë Karexhata. Ndërhyrja erdhi pas konstatimit të bërë nga media dhe shqetësimit të ngritur nga drejtuesit e automjeteve për pasigurinë që sjell kjo rrugë gjatë qarkullimit në të. Kjo rrugë kishte pësuar çarje në Karexhat duke u kthyer në burim rreziku për drejtuesit e mjeteve. Rruga ka pësuar dëmtime në pjesë të ndryshme ku në afërsi të qendrës së fshatit fshat rrezikon edhe disa banesa për shkak të çarjes që ka pësuar ana e poshtme. Tash në radhë parë falenderoj firmën që erdhi të vazhdo punimet, edhe përshëndetje dhe televizionin që na përkraju. E boni publike? Na përkraju, pra e boni publike. Edhe tani besoj që çdo gjë është e zgjidhur. Sa metra do bëhet muri 6-7 metra i gjatë, lartësia mund shkojnë 6-7 metra. Varet sa i bie tash distanca. Për kësaj rruge, a ka pësu për plasëritje banese juaj? Po vitin e para 4 vjetësh që u bë punimet e rrugës, pa pësu. Tani prap filloi rrëshqitja, edhe tani më hameni që si të bëhet muri mbrojtës, nuk do ketë rrezik më. Ju mendoni kanë ardhi inxhinierë dhe specialistët e kanë parë se këto ka her pas here lëvizje? Kanë ardhi, kanë parë të firmës, policia ka ardhe, bashkia poe, gjithë institucionet kanë ardhe, dhe kanë parë, kanë verifikuar. Po banesa ka morë dëmtime brenda? Jo. Banesa jo, asi gjalla. Burime nga kompania bëjnë me dije se do të ndërtohen mure mbajtëse në të dyja anët e segmentit të dëmtuar, me qëllim garantimin e sigurisë dhe parandalimin e shembjeve të mëtejshme. Ndërkohë drejtuesit e mjeteve këshillohen të lëvizin me kujdes, pasi një rakorsi e rrugës është e zënë për shkak të punimeve që po kryen nga firma Gjoka Konstruksion.